Në një odë ku çdo gjë flet për të kaluarën, historia nis që nga muret, të cilat mbajnë mbi 200 vite jetë. Brenda saj, çdo objekt është ruajtur me kujdes, duke bartur frymën e lashtësisë dhe traditës shqiptare. Këtë odë të vjetër, drejtimin e së cilës e mori Selman Lusha që në moshën 12 vjeçare, sot e ka shndruar në odë muze i biri i tij, Berat Lusha, tashmë 75 vjeç. Berati e kishte nisur jetën në odë që në fëmijëri, herë duke shërbyer mysafirët e herë duke dëgjuar bisedat që zhvilloheshin aty. Jeta dhe veprimtaria e tij kanë qenë të pasura dhe të larmishme. Gazetar në kohë lufte, i burgosur politik për 9 vite dhe publicist. Megjithatë, rrëfimin e jetës së tij e nis pikërisht nga oda. Oda është një objekt i vjetër, ka rreth 200 vjet që është ndërtuar. Askush prej të parëve tonë nuk e ka ditur se kush saktësisht e ka ndërtuar për shkak të vjetërsisë së madhe që ka. Oda është objekt i trashëgimisë kulturore, i regjistruar në listën e monumenteve të trashëgimisë kulturore të Kosovës. Është një objekt autokton. Këtu në këtë region, odat kanë qenë të ndara nga shtëpia, për shkak që mysafirët që vinë në odë, që kanë qenë të shpesht në kohrat më të vjetra, të mos i pengojnë familjen në punët e vetë. Kryesisht janë ndërtuar afër sokakut, apo rrugës së fshatit, dhe kanë pas lidhje drejt për drejt me odën, oda me sokakun përmes kapegjikut. Oda ka shumë elemente karakteristike, të cilat janë për të shqyrtuar dhe për të njoftuar me to. Berat Lusha tregon çfarë ruhet sot në odën mbi 200 vjeçare dhe sa e vizituar është ajo, tashmë që është kthyer në muze. Sot kjo odë është një odë muze, në fakt. Kemi mbledhur artefakte mjaft shumë, kemi pajisur me shumë mjete të punës, mjete të lojës, mjete muzikore, mjete të ndryshme, të cilat janë përdorur në kohra më të vjetra, dhe faktikisht tash e kemi shndruar në një muze etnografik. Mendoj që është oda, ndoshta oda e vetme muze, për shkak se ka shtëpia muze, ka muze të ndryshme, por odë muze pothuajse nuk ka tjetër kund. Po, tash nuk ka mysafir siç ka pas përpara, që kanë ardhur, kanë bujt, ndoshta edhe me javë ka pas mysafir të përditshëm. Tash ato nuk janë, po vinë her mas here njerëz për ta vizituar, për shkak se janë njoftuar se është bon odë muze, për shkak se dojnë me pa një odë të vjetër autoktone shqiptare. Po, çka është me rëndësi, këtu organizohen her mas here edhe mbrëmje muzikore me rapsod, dhe zhvillohen ndenja të ndryshme edhe shoqërore. Mua më vinë shpesh shok, miq, madje kanë ardhur edhe nga viset më larg prej neve, se që janë nga ato që janë në Maqedoni, në Shqipëri. Po, mysafir ose vizitor ka pas edhe nga Kfori, ka pas edhe turist zviceran. Do thotë është një pikë
mund të them edhe një pikë turistike, për shkak se njerëzit që vinë ta vizitojnë Kosovën ose fshatrat tonë të komunës tonë, interesohen ku ka diçka interesante dhe njoftohen se këtu është një odë edhe vinë në vizitojnë. Sot i veshur me kostum dhe me flokë të thinjur, ai rikthehet në kujtimet e fëmirisë së kaluar në këtë odë. Prindi im ka qenë zoti i kësaj ode kohë gjatë, mund të themi 70 vjet të tij ka qenë zoti i kësaj ode. Unë qysh si fëmijë kam ndajt në këtë odë, qoftë për të ndëgjuar ato që janë folë në odë, qoftë edhe për të shërbyer mysafirëve, për shkak se kjo ka qenë odë patriarkale, karakter patriarkale dhe gratë nuk kanë pas qasje të hynë në odë. Atëherë jam detyruar që shërbimet i kryen djemt e ri ose ata që janë më të rinj, ndoshta edhe fëmijë nganjëherë prej moshës më të vogël. Kështu që unë kam qëndruar këtu vazhdimisht edhe mund të them jam rritur në këtë odë. Edhe kjo ka bërë që unë të kem nostalgji për odën edhe të kujdesem që këtë odë ta mirëmbaj sa më shumë dhe ta bëj një vend interesant për ta vizituar dhe për të njoftuar të rit, sidomos për se si kanë jetuar të parët tonë, se çka kanë pas në disponim ata. Si një fëmijë që u rrit mes bisedave të odës, ish gazetari rrëfen sfidat e shkollimit në atë kohë. Në kohën kur unë kam vazhduar shkollimin e mesëm, shumë pak kanë shkuar në shkollë mesme, po unë kisha fatin për shkak se isha nxënës i mirë dhe prindët kishin dëshirë që një fëmijë ta shkollojnë. Dhe unë isha ai që më rahise të shkollohem dhe në këtë mënyrë u shkova deri në universitete e tjera, por ishte pengesa që u bën se u arrestova. Shkova në Burg për 9 vjet. Sa vjen që studimet, domethënë, jeni arrestuar po? Si student? Në fakt jo, jam arrestuar kur isha gazetar i Rilindjes. Si gazetar, ata filluar të veproj në mënyrë klandestine kundër regjimit vjetër. Në keni filluar punën si gazetar, si student apo pasi keni filluar studimet? Si student kam filluar punën si gazetar dhe pastaj edhe veprimtarinë klandestine ose ilegale. Dhe pastaj më erdhi ka ardhur Burgu, pas Burgut përsëri kam qenë veprimtar. Jo ilegal, por në të partitë legale që kanë vepruar. Pastaj kam marrë pjesë në luftë në sektorin e informimit publik, në Agjencinë e Lajmeve Kosova Press, edhe Radion Kosova Lirë, të cilat janë themeluar dhe kanë vepruar në kushte të luftës në malet e Kosovës. Punën si gazetari nisi në kohën e regjimit në një periudhë kur fjala e lirë cenzurohej dhe kontrollohej vazhdimisht. Puna e gazetarit është shumë interesante, për shkak se gazetari thuhet punon non-stop, 24 orë. Dhe është punë që të mban gjithmonë në lëvizje edhe në informim. Thuhet që gazetari
di çdo gjë dhe nuk di asgjë për shkak të veprimtarisë. Po kjo më ka shtyr që unë të jem një nga gazetarët që kam qenë i angazhuar mjaft shumë, por që në atë kohë sapo kisha filluar të punoj si gazetar, fillova të mirrem edhe me veprimtari klandestine. Dhe kjo pastaj kishte problemet veta për shkak se ishte vështirë që të punoja edhe si gazetar, edhe si veprimtar, pastaj edhe si mbajtës i familjes, dhe sigurisht që ishin kohë të vështira, dhe aq më tepër kur gazetarët kishin një lloj autocenzurës. Duhet që të mendonin mirë se çka shkruanin. Jo çdo gjë që mendonin ata mund të botohej në gazetë. Gazetaria ishte e cenzuruar mjaft shumë. Sot gazetaria, mund të themi, nuk është e cenzuruar, po ka tejkalim të shkrimeve, të informatave e kështu me radhë. Po në një regjim që ishte i kontrolluar plotësisht, nuk ka qenë lehtë me qenë gazetar. Për shkak edhe të autocenzurës dhe të cenzurës. Pastaj kushtet tona ekonomike ishin të vështira, kishim rroga të ulta, të cilat nuk mjaftonin për ta mbajtur familjen. Nga gazetaria e cenzuruar, Berati kujton kalimin në gazetarinë e luftës, aty ku informimi dhe rezistenca zhvilloheshin njëkohësisht. Tashti nga gazetaria e cenzuruar e një regjimit kaluam, ne kaluam në një gazetari të maleve të luftës. Gazetari e luftës, e cila ndryshonte shumë nga gazetaria e zakonshme që ishte deri atëherë, dhe kishte problematika shumë theksume për shkak të mungesës kuadrit, për shkak mungesës mjeteve të punës, për shkak kushteve të përgjithshme që ekzistonin në mal, për shkak se 2 redaksi punonin në një lokal, në një odë, sigur është kjo odë të azëm të grumbullohen, 2 redaksit punojnë pa ndërprej, nga njëherë edhe non-stop, pa u ndalë fare. Është një përvojë jashtëzakonisht e vështirë, por ishte një mision shumë i rëndësishëm që neve na bante të mos frikohemi, që me çdo kusht t'i dalim zot punës dhe të veprojmë në të mirë të informimit gjatë luftës, për shkak se ishim dora e parë e informimit në teren. Dhe ishim në një mënyrë, ishim dora e djathtë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Gazetaria në kohë lufte, thot ai, nuk njihte frikë e as pengesa, sepse misioni ishte më i madh se çdo rrezik. Gjatë luftës, kur ne kemi vepruar në mediat e luftës, këto 2 media kanë qenë të bombarduara nga aviacioni i ushtrisë jugoslave. 2 aeroplan jugoslav kanë bombarduar selinë e Agjencisë Lajmeve Kosova Press dhe të Radios Kosova e Lirë. Për fat të mirë tonin,
aeroplanët nuk qëlluan Selin, qëlluan pak më larg, për shkak se nuk ishin të saktë në gjujtje, edhe ne shpëtuam. Pasi na bombarduan, në disa ditë më vonë filluan të na gjujnë nga larg me ato raketa. Raketa kanë qenë tokajrës, si quheshin ato, vazhdimisht, dhe na kanë detyruar që ta lëm atë Seli dhe të vendosemi dikon tjetër. Radioja është vendosur në një bunker të ndërtuar apostafat për të mbrojtur nga ndonjë bombardim tjetër eventual, kurse agjencia u vendos në një fshat tjetër, në një shtëpi tjetër. Pastaj dhe kur e vazhdoi punën si gazetar? Jo, pastaj pas qlirimit të Kosovës, unë edhe disa muaj ndajta në Kosova Press, pastaj u ktheva në Arilindje, ku e kisha bazën time të punës. E kam udhëhequr një vit e gjysmë pas luftës gazetën Arilindje. Por krahas gazetarisë dhe angazhimit publik, Berat Luzha përjetoi edhe në 9 vite burg politik. U ndryshuan kushtet, rrethonat për informim publik. Ne zbretëm Prishtinë, filluam nga Prishtina që të veprojmë për ta informojmë opinionin publik me gjitha ato që zhvilloheshin pas luftës. Kishte sigurisht problemet mëdha, por ishte ma lehtë për shkak se ishin vendosur në pallatin e Shtypit, ku kishte sadopak, jo të mjaftueshme, por kishte sadopak kushte më të mira. Pastaj vazhdova te Arilindja, edhe ishin problemet, por ato përballoheshin ma lehtë. Sigurisht se motivi ka qenë më ndryshe për shkak se keni di që tashmë jeni të lirë, ashtu? Ishim sigurisht ishim edhe të gëzuar edhe të motivuar shumë se tash punojshim në kushte të lirisë Kosovës. Lirinë e Kosovës e kanë andrruar gjenerata dhe ne kishim fat që ta përjetojmë dhe të punojmë për lirinë e Kosovës dhe kishim motiv jashtëzakonisht të fortë që të punojmë sa më shumë. Po, unë kam qenë dënuar me 12 vjetë burg dhe kam bajt 9 vjetë për shkak se nga vitin 1990 u bën disa amnisti të burgosur politik. Mirë po, pas disa vjetëve, kur filloi lufta, që ishin shenjat e fillimit luftës, unë ndoqa për të burgosur. Mirë po, u ika, u arratisa edhe dola në kuadër të UÇK-s. Aty pastaj filluam të angazhohemi për formimin e media të luftës. Dhe kjo ishte që të bëjmë misionin e informimit publik në luftë. Në odën mbi 2 shekuj të vjetër të familjes Luzha nuk ruhen vetëm objekte dhe kujtime, por edhe historia e një populli, nga bisedat e odës te gazetaria në kohë lufte dhe vitet e burgut politik. Jeta e Berat Luzhës mbetet një dëshmi e gjallë e qëndresës, sakrificës dhe përkushtimin ndaj së vërtetës.